Pse ndjekim turmën? Imagjino të jesh në një rrugë të mbushur me njerëz. Papritur, të gjithë fillojnë të vrapojnë në një drejtim. Pa pyetur pse, pa ditur çfarë po ndodh, edhe ti fillon të vraposh. Ky reagim nuk është rastësi, është psikologji. Njeriu ka një frikë më të madhe se rreziku vet, të mbetet vetëm. Që nga koha kur mbijetesa vare nga grupi, truri ynë mësoi një rregull të thjeshtë. Nëse të gjithë bëjnë të njëjtën gjë, ndoshta është e sigurt. Por sot, kjo logjik na çon shpesh në vendime të gabuara. Psikologët e quajnë këtë efekti i turmës, kur mendimi individual zbehet dhe zëvendësohet nga sjellja kolektive. Në eksperimente reale, njerëz të zakonshëm pranuan përgjigje që e dinin se ishin gabim, vetëm sepse të tjerët i thanë me bindje. Turma krijon një iluzion sigurie, por nuk krijon të vërtetën. Në histori, disa nga gabimet më të mëdha janë bërë jo nga individ të këqinj, por nga njerëz të zakonshëm që thjesht ndoqën shumicën. Pyetja nuk është pse ndjekim turmën. Pyetja e vërtetë është kur ishte hera e fundit që u ndalëm dhe menduam vetë. Sepse të mendosh ndryshe kërkon guxim dhe guximi nuk vjen kurrë nga turma.